Sektori për hetimin e narkotikëve i DVP-Lezhë në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcave të Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit, si dhe me seksionin për mbështetjen operacionale të DVP-Lezhë, si rezultat i hetimeve të kryera me metoda proaktive për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve. Në vijim të operacionit të koduar Vakumi kanë arrestuar në flagrant shtetasit GG 46 vjeç banues në fshatin Rabosht, AQ 33 vjeç banues në fshatin Balltre dhe PN 31 vjeç banues në fshatin Ungrej. Gjithashtu u shpallën në kërkim shtetasit AB 40 vjeç banues në fshatin Rabosht dhe MD 31 vjeç banues në fshatin Ungrej. Bazuar në informacionet e siguruara nga hetimet, shërbimet e policisë kanë ushtruar kontroll në territoret e fshatrave Rabosht, njësia administrative Kallmet dhe Gocaj, njësia administrative Balltre, ku kanë zbuluar 2 sera në të cilat ishin kultivuar në total në tokë dhe në vazo 1640 fidan dhe bim narkotike kanabis sativa. Një pjesë e tyre u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, ndërsa pjesa tjetër u asgjësua me anë të djegjes. Gjithashtu sekuestruan 7 automjete dhe 7 celular që do t'i shërbejnë vijimit të hetimeve. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë, ndërkohë vijon puna për kapjen e shtetasve që janë shpallur në kërkim.